Kosova po rritet numri I viteve të pavarësisë, po rritet numri I njohjeve të shtetësisë, po rritet ekonomia e vendit, po rritet mirëqenia e qytetarëve, po rritet fuqia e shtetit. Para 18 vjetëve lindi pavarësia e Republikës së Kosovës, por lindi e pjekur. Me qenë se shumë breza të veprimtarve, mbar populli ynë me gjeneratët të panumërta, ka kontribuar, është sakrifikuar që ne të jemi të lirë dhe të pavarur, të kemi shtet demokratik dhe sovran. Sot festojmë, por njëkohësisht edhe nderojmë rezistencën paqësore, kryengritjet armatosura, të cilat kulmuan me luftën e drejtë të ushtrisë qytetare të Kosovës. Gëzuar pavarësia, 18 vjetori dhe kremtofshim të gjithë bashkë për jetë e motë. Presidenti I Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, ka pranuar letër urimi nga presidenti I Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, me rastin e 18 vjetorit të shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Në letrën e tij drejtuar presidentes, presidenti Trump ka përgëzuar popullin e Kosovës për këtë përvjetor të rëndësishëm, duke rikonfirmuar mbështetjen e palëkundur të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për sovranitetin dhe integritetin territorial të Republikës së Kosovës. Presidenti Trump ka shprehur gjithashtu gatishmërinë e SBA-ve për zgjerimin e partneritetit ndërmjet dy shteteve, veçanërisht përmes rritjes së tregtisë dhe investimeve me synim avancimin e prosperitetit të përbashkët, si dhe ka theksuar se Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të punojnë krahas Kosovës për avancimin e paqes dhe stabilitetit në dobi të ndërsjellët. Presidenti Trump ka shprehur gjithashtu falënderimin ndaj presidentes Osmani dhe popullit të Kosovës për mbështetjen e përpjekjeve amerikane për paqe, si dhe ka mirëpritur Kosovën si antare themeluese e Bordit të Paqes, I cili synon ta bëjë botën më të sigurt, më të fortë dhe më të begatë. Në fund të mesazhit, presidenti Trump shpreh besimin në forcimin e mëtejshëm të bashkëpunimit dhe partneritetit ndërmjet dy vendeve. Ministri I Mbrojtjes Eyüp Maqedonci ka reaguar ndaj deklaratave të shefit të shtabit të përgjithshëm të ushtrisë së Serbisë, generalit Milan Mojsilović, duke I cilësuar ato si të pavërteta dhe të papërgjegjshme. Në një deklaratë publike, Maqedonci theksoi se Forca e Sigurisë së Kosovës është forcë profesionale, që vepron në kontroll civil dhe në përputhje me kushtetutën dhe ligjet e vendit, si dhe me obligimet ndërkombëtare. Sipas tij, mandati I saj është mbrojtja e sovranitetit dhe garantimi I sigurisë për të gjithë qytetarët, pa dallim. Ai shtoi se fuqizimi dhe modernizimi I ushtrisë është e drejtë legjitime e çdo shteti sovran dhe nuk paraqet kërcënim për askënd, duke nënvizuar se Kosova mbetet e përkushtuar ndaj paqes, stabilitetit dhe bashkëpunimit me partnerët ndërkombëtar. Kosova ndërton ushtri për mbrojtje. Kosova ndërton siguri për të gjithë, thuhet në deklaratë. Në vijim, reagimi I plot. Deklaratë publike. Deklaratat e bëra nga shefi I shtabit të përgjithshëm të ushtrisë së Serbisë, generali Mojsilović, të cilat tentojnë të paraqesin forcën e sigurisë së Kosovës si kërcënim për komunitetin serb në Kosovë, janë të pavërteta, të papërgjegjshme dhe në kundërshtim me realitetin në terren. Forca e Sigurisë së Kosovës është një forcë profesionale ndërtuar sipas standardeve më të larta demokratike. Ajo vepron në kontroll të plot civil dhe në përputhje të plot me kushtetutën dhe ligjet e Republikës së Kosovës, si dhe me obligimet tona ndërkombëtare. Mandati I saj është dhe mbetet mbrojtja e sovranitetit dhe integritetit territorial të Republikës së Kosovës, si dhe garantimi I sigurisë për të gjithë qytetarët tanë pa dallim. Fuqizimi dhe modernizimi I ushtrisë së Kosovës nuk ka kërkuar dhe nuk është kërcënues ndaj askujt. Ai përbën një të drejtë legjitimiteti të çdo shteti sovran dhe një domosdoshmëri për garantimin e paqes dhe stabilitetit dhe sigurisë afatgjatë në vend dhe në rajon. Narrativat që synojnë frikësimin e komuniteteve ose justifikimin e politikave destabilizuese nuk kontribuojnë në paqe dhe stabilitet. Përgjegjësia për sigurinë kërkon maturi, respekt për realitetin dhe përkushtim ndaj paqes, e jo deklarata që nxisin tensione. Republika e Kosovës mbetet e përkushtuar ndaj bashkëpunimit të ngushtë me partnerët ndërkombëtar dhe ndaj ndërtimit të një mjedisi të sigurt për të gjithë qytetarët e saj. Kosova ndërton ushtri për mbrojtje, Kosova ndërton siguri për të gjithë, ka shkruar ndër të tjera ministri Maqedonci.